150 institucione dhe mbi 800 ekspertë nga administrata do të marrin pjesë në përgatitjen e pozicioneve negociuese në procesin e integrimit të vendit në BE, ka deklaruar Ministri për Gjështje Europiane Orhan Murtezani në preskonferencën e sotme kushtuar aktiviteteve të këtij resori për një vit qeverisje. Murtezani theksoi se kanë reviduar strukturën negociuese në linjë me riorganizimin e ri të organeve të administratës shtetërore, duke marrë parasysh edhe risit në negociatat e aderimit me synim për forcimin e dialogut me BE-n. Ministria për Çështje Evropiane është institucioni i cili ka rol kryesor koordinues në mekanizmin nacional për koordinim të procesit të integrimit, por i njëjti përfshin mekanizëm me rreth 150 institucione dhe mbi 800 ekspert nga administrata, të cilët do të marrin pjesë në përgatitjen e pozicioneve negociuese. Të gjitha këto i bëjmë duke u përqendruar në thelb, ndërsa ato janë reformat. I pyetur në lidhje me çështjen me Bullgarinë dhe bllokadën politike, Murtezani tha se procesi i integrimit të vendit në BE nuk ka të bëjë vetëm me veton bullgare, duke theksuar se ai ka shumë segmente dhe është proces që vazhdon. Vetoja bullgare nënkupton një pengesë për hapjen e negociatave sipas kornizës negociuese. Ajo në të cilën jemi fokusuar në planin e rritjes është sepse BE-ja përmes kësaj kornize u siguron qytetarëve të Ballkanit Perëndimor qasje në shërbime që ishin ekskluzivisht për shtetet antare të BE-s. Prandaj pa u bërë antare, qytetarët e vendeve kandidate mund të jenë pjesë e këtyre përfitimeve, tha Murtezani.